dashur bashkëdhëtar, me 11 maj zhvillohen zgjedhjet e reja për Parlamentin e Shqipërisë. Në Shqipëri, koha ka ardhur për ndryshim. Qeveria e Edi Ramës, tash 12 vite në pushtet, qeveria më e korruptume, shumica e ministrat tina gjenden në burg sot. Bashkëdhëtar, në Amerikë ka ardhur ndryshim. Presidenti Trump janë përpjek në çdo mënyrë përmes të lejuar për të bërë president. Populli amerikan ka votuar, ka folur dhe sot presidenti Trump është presidenti i Amerikës. Në njëjtën mënyrë, në Shqipëri, Dr. Sali Berishën janë përpjek në çdo aspekt mos me lejuar për participate në zgjedhjet e lira. E vetmja mënyrë për të bërë ndryshim pozitiv në Shqipëri, votoni opozitën, votoni Dr. Berishën, votoni për tashmen e Shqipërisë. Let's make Albania great again. Zoti e bekof Shqipërinë, Zoti e bekof popullin shqiptar. Ju faleminderit.